Drejt diasporës, deri më tani janë nisur 57.646 zarfe me fletët e votimit për zgjedhjet e 11 majit. Materialet e dërguara janë për votues të qarqeve Durrës, Berat, Dibër, Elbasan dhe Kukës, të cilët jetojnë në shtete si Italia, Greqia, Gjermania, Franca, Britania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dritan Çaka, antar i Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, tha në MCN Live se procedura mund të përfundojë brenda kësaj jave. Që sot zyrtarisht do fillojë dërgimi i zarfeve në vendet ku shtetasit shqiptar banojnë apo punojnë. Normalisht fletët që nisen sot me gjithë dokumentacionin zgjedhor nga ana e operatorit postar është marrë përsipër që të shkojnë 3 deri në 5 ditë. Pra, besoj që brenda datës 19-20 do të shkojnë të fletët e para të votimit tek zgjedhësit të cilët punojnë jashtë. Operatori postar do të shkojë herën e parë dhe nëse nuk e gjen personin, pra Dritan Çakën, do t'i lejë një njoftim që do të paraqitet në një orar të dytë. Nëse edhe në orarin e dytë nuk gjendet personi në banesë, do t'i lejë një orar të tretë. Ndërsa lidhur me problematikën e denoncuar nga vëzhguesit e Partisë Demokratike se në përgatitjen e zarfeve për një pjesë e emigrantëve ka pasur duplikime të zgjedhësve, Çaka tha se ndonse fizikisht mund të jetë bërë si gabim, është ndrequr brenda strukturës së KQZ. Nuk mundet që të njëjtit person të shkojë 2 herë fleta e votimit për të pasur mundësinë e një aludimi. Pse? Sepse i gjithë ky proces është një proces i cili është jo vetëm mekanik në momentin e parë që bëhet plotësimi i zarfit, por është edhe elektronik. Në momentin që futen zarfet, edhe nëse nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po marrim për ndonjë arsye mundet që të ketë një duplikim në mënyrë jo të vullnetshme, është operatori postar i cili nuk e mundson një gjë të tillë. Procedura për dërgimin dhe më pas kthimin në Shqipëri të zarfeve sipas Çakës duhet të mbyllet deri në 5 maj, pasi pas kësaj date mund të kthehet në rrezik për plotësimin e vlefshmërisë.